në Friuli, në Itali, është zona afër ish Jugosllavisë, pra, atje kanë jetuar disa vite Angelina, motra e Konstantin Arianitit, vajza e Gjergj Arianitit, motra e Donika Arianiti Kastriotit, ka jetuar disa vite në ekzil, pra në emigracion, me gjithë burrin e saj, princin e Rasheve, që ishte Stefan Branco, dhe i kam gjetur të regjistruar si çifti princor Branco Arianiti dhe ishin të fesë katolike. Dhe shumë herë ne ngatrojmë ato me atë manastirin që ajo hapi pastaj në Hungari, që u tërhoq pasi kishte marrëdhënie direkte i jati i saj Gjergj Arianiti me mbretin Mateja të Hungarisë, ajo shkoi në Hungari, pastaj shkoi në tokën hungareze prap në Vojvodin dhe themeloi atje atë manastirin e famshëm që e dinë që pastaj u kthye në manastir ortodoks shumë vite më vonë, siç u kthyen ato të Pejës, të Gjakovës, të Prizrenit, u kthyen në ortodoks pasi ato ishin